Nderuar shikues, mirë mbrëma, do të jemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Edi Rama takon emigrantët në Milano dhe deklaron se 11 maj është vendimtar për anëtarësimin e Bashkimit Evropian, mandati i 4, moment historik. Berisha fton diasporën në Itali të mbështes me vot ndryshimin. Lideri demokrat premton se në 11 maj do të marrë fund narkodiktatura e Edi Ramës. Mbi 60.000 fermer pritet të përfitojnë nga skema kombëtare e bujqësisë, aplikimet për mbështetje financiare nisin të hënën dhe mbyllet në 30 maj. Pavarësia e Kosovës njihet nga një tjetër shtet afrikan, Sudani është bashkuar Kenjas duke vendosur marrëdhënie diplomatike me Prishtinën. Edi Rama ishte këtë diel në Milano, ku zhvilloi takimin e parë me diasporën pas hapjes zyrtare të fushatës. Lideri socialist deklaroi se 11 maj është moment vendimtar për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, ndërkohë Rama ka ftuar edhe demokratët që të bëjnë zgjedhjen e duhur për të ardhmen e vendit. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama nisi fushatën elektorale në diasporë duke takuar shqiptarët që jetojnë në Itali. Në fillim të takimit në Milano, mes fushori kombëtaris italiane dhe Juventusit, Alessio Tacchinardi i dhuroi kryeministrit Rama një fanell me numrin 5. Sotto il 5 ti porterà grande fortuna. Grande. Nga Milano, kryeministri deklaroi se vota për një mandat të 4 për Partinë Socialiste është vot për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Është fundi i historisë son jashtë Europës. Dhe përpara nesh kemi vetëm një datë, 11 majin. Dhe pastaj kemi vetëm një mandat, 4 vjet, për të fituar bastin historik me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën. Sipas Ramës, edhe emigrantët shqiptar do të përfitojnë nga anëtarësimi i vendit në BE, duke sjellë shembullin e pensioneve. Nëse do të kishin pasaportën e BE-s shqiptare, ju s'do kishit nevojë për asnjë lloj njohje nga qeveria italiane dhe me pasaportën e BE-s, për shembull, vëllezërit dhe motrat tona në Greqi që akoma vuajnë për dokumenta, do të bëhen menjëherë automatikisht qytetar të barabartë të Greqisë dhe ajo pasaport është njohje automatike e pensioneve, është njohje automatike e çdo dite pune, është njohje automatike e çdo të drejte që kanë italianët dhe gjithë qytetarët e tjerë të BE-s. Sipas kryesocialistit Rama, zgjedhja në 11 maj është e thjeshtë. Si mund të diskutohet më se cila është zgjedhja në 11 maj? Zgjedhja në 11 maj është shumë e qartë. Shumë e qartë. Zgjedhja në 11 maj është me flamurin ton kombëtar dhe me flamurin e BE-s, apo me leckën e Kënetës. 246.000 shqiptarë të diasporës janë regjistruar për të votuar në 11 maj, nga të cilët 91.000 jetojnë në Itali. Edhe Sali Berisha ishte këtë diel në Itali, ku takoi emigrantët shqiptar në Brescia. Ai ftoi diasporën të mbështes me vot ndryshimin, ndërkohë Berisha ka thënë se 11 maj shënon fundin e narkodiktaturës së Edi Ramës. Në thirrje të Ramai, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nisi fushatën për diasporën nga Brescia e Italisë, në të njëjtën kohë kur kundërshtari i tij politik Edi Rama bëri startin nga Milano. Përpara se Berisha të merrte fjalën, drejtuesi i fushatës zgjedhore të Partisë Demokratike, Krislia Sivita, bëri thirrje për pjesëmarrje masive në zgjedhje. Albania is facing a real crisis. Shqipëria po përballet me një krizë të vërtet. Ka humbur më të mirët dhe më të mençurit për mundësi që nuk i ofron. Nuk ofron mundësi sepse për 12 vitet e fundit, Edi Rama dhe socialistët e kanë bërë të pamundur. Shqiptarët që jetojnë jashtë vendit kanë mundësinë për të ndryshuar drejtimin e vendit. Keni mundësinë të ndryshoni të ardhmen e Shqipërisë, duke dalë të gjithë, sa më shumë për të votuar më 11 maj për Sali Berishën. Berisha tha se pas një pozite të gjatë, PD-ja ka një mision. Ne u ngritëm nga hiri
për një mision të shenjtë. Mbrojtëm demokracinë, mbrojtëm interesin kombëtar dhe do shpëtojmë Shqipërinë nga diktatura e dytë. Diktatura e Edi Ramës, tashmë botërisht i njohur si drejtuesi i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Kreu opozitës u shpreh se jo vetëm shqiptarët, por edhe aleatët europian po i ndjekin me vëmendje zgjedhjet. Se jo vetëm Shtetet e Bashkuara ndryshuan pas fitores presidentit Donald Trump, që i preu kokën gjarprit Soros, por sot Europa i ka sytë e tëra tek 11 maj, tek vota juaj. Berisha ironizoi gjithashtu edhe hapjen e fushatës së Ramës, duke e quajtur atë dështim, teksa tha se premtimi i tij për pasaportën e BE-s është mashtrim. Ai u përpoq të mbuloj dështimin me vallën e ministreshave të tij. Pasaportë europiane e Edi Ramës, ka ftyrën e Taulat Balls, ka ftyrën e tij, ka ftyrën e Jon Velis, ka ftyrën e Lefter Koks, ka ftyrën e Ergys Çyrbes, ka ftyrën e Savet Bajrit, ka ftyrën e Suel Çels, ka ftyrën e bandave e hajdutëve me të mëdhenj në Europë. Partia Mundësia e drejtuar nga Agron Shehaj hapi këtë të diel fushatën për zgjedhjet e 11 majit. Ndër premtimet kryesore, Shehaj ka renditur luftën kundër korrupsionit, uljen e taksave, rritjen ekonomike. Qëllimi kryesor i programit ton është rritja ekonomike. Dështimi më i madh i gjitha qeverive në këto 34 vite të fundit ka qenë pikërisht mungesa e rritjes ekonomike. Ne kemi një plan të qartë dhe konkret për transformuar Shqipërinë në një vend ku çdo qytetar mund të ketë sukses nëpërmjet punës, këmbguljes dhe dëshirës për t'ia dalë. Ne besojmë se ndryshimi fillon me përgjysmimin e taksave për qytetarët dhe bizneset. Për këtë arsye do të vendosim një taksë të sheshtë prej vetëm 8%, duke ulur drastikisht barën tatimore dhe duke nxitur zhvillimin ekonomik dhe sipërmarrjen e lirë. Administrata publike sot është e mingarkuar dhe e fryrë me shpenzime të panevojshme dhe luksi të papranueshëm. Partia Mundësia angazhohet të kursej mbi 1 miliard euro në vit duke reduktuar administratën dhe duke eliminuar shpenzimet e tepërta dhe të panevojshme. Këto fonde do të financojnë uljen e taksave dhe përmirësimin e shërbimeve publike. Në kuadër të operacionit të koduar me emrin Porosia, efektivët e Korçës kanë arrestuar një 35 vjeçar i cili dyshohet se shiste doza kokaine dhe lëndë të tjera narkotike në lagje dhe në ambiente të ndryshme biznesesh. Në pranga ka rënë Denis Lika, i cili në momentin e arrestimit po qarkullonte me mjetin e tij, brenda të cilit blut i gjetën edhe kokainën gati për shitje. Policia sekuestroi lëndën narkotike, 3 aparat celular dhe automjetin që njeriu përdorte për të shpërndarë drogën. Policia e Tiranës ka arrestuar një 21 vjeçar i cili dyshohet se do të shiste një armë zjarri në kryeqytet. Në pranga ka rënë Devi Naçi, të cilit blut i gjetën edhe i sekuestruan një pistolet. Policia gjithashtu ka arrestuar edhe shokun e tij, 24 vjeçarin Albis Pahaj. Të dy të arrestuarit janë nga qyteti i Fierit, por besohet se kishin ardhur në Tiranë për të shitur pistoletën. Efektivët i kishin vënë në ndjekje dy të rinjt pasi kishin dyshime se ishin të përfshirë në trafik armësh. Fermerët në të gjithë vendin mund të aplikojnë nga dita e hënë për të përfituar nga skema kombëtare e bujqësisë. Mbështetja financiare do të jepet për blegtorët, bletarin si dhe për bimët mjekësore. Nga nesër, fermerët në të gjithë vendin kanë mundësi të aplikojnë për të përfituar nga mbështetja buxhetore, pjesë e skemës kombëtare në bujqësi. Aplikimet nisin më 14 prill dhe do të jenë të hapura deri në 30 maj. Ekspertët apelojnë që fermerët të kryejnë aplikimet pas informimit të saktë në zyrat rajonale bujqësore dhe agropikat në mënyrë që të mos gabojnë. Të drejtë aplikimi ka çdo fermer individual dhe bashkim fermerësh. Pritshmëritë janë që përfituesit të arrijnë në 60.000.
Në total janë 8 masa mbështetëse. 2 prej tyre janë për blektorin, një masë është për bletarin, mbështetje për farat dhe fidanët, për kultivimin e bimëve mjekësore, për fermat organike dhe naft pa taksa. Në total, buxheti i parashikuar arrin në 4.4 miliard lek. Një vit më parë, buxheti i kësaj skeme arriti në 5.2 miliard lek, por mbetet për tu parë në vijim nëse do të kemi një shtesë fondesh deri në fund të vitit. Pjesë e këtij buxheti është dhe skema investimeve ku fermerët që kanë aplikuar në vitin e kaluar tashmë janë në fazën e përfitimit të fondeve. Paralelisht, sektori do të përfitojë edhe nga garancia sovrane. Janë 250 miliard lek që Banka e Shqipërisë ka vënë në dispozicion për bankat e nivelit të dytë për të kredituar fermerët që nuk kanë kolateral, por që shteti u del garant për huan që do të kërkojnë. Tu kemi përfunduar dhe falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.